SBA publikon momentin kur shkatron kullën iraniane pranë Hormuzit. Komanda qendrore CENTCOM ka publikuar një video të deklasifikuar që tregon momentin kur forcat amerikane godasin dhe shkatrojnë një kull kontrolli detar iranian në portin Chah Bahar Shahid, kalantare pranë ngushticës së Hormuzit. Pamjet tregojnë objektin duke u shënjestruar dhe më pas duke u shkatruar nga sulmi. Në rrjetet sociale por qarkullojnë dhe videot filmuar nga qytetarët që tregojnë goditje në kënde të ndryshme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth publikoi në platformën X një fotografi nga operacioni shoqëruar me mesazhin "Irani nuk kontrollon ngushticën e Hormuzit". Sipas CENTCOM, sulmi u krye me 16 korrik dhe kishte në shënjestër një kull mbikëqyrje detare që sipas autoriteteve amerikane ishte pjesë e rrjetit përdorur prej vitesh nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike. Ushtria amerikane deklaron se shkatrimi i objektit dobëson aftësinë e IRGC-s për të koordinuar sulme ndaj anijeve tregtar dhe synon të garantojë lirinë e lundrimit në rrugët strategjike detare në botë.